Kanë kaluar mbi 3 javë që kompania Tispark nuk ka dalë në teren, e kjo vërejt edhe nga të impushja e parkimeve me automjete në bulevardin Vlorskell, por jo vetëm, me gjithë kontestimin e banorëve, që të mos ketë parkime me pagesë, duke se sot ata janë në dilemë për këto operim, pasi kaosi në parkime po kthehet në shqetësim e sidomos për ata drejtues automjetesh, të cilët tashmë janë të abonuar në këtë kompani. Javët e fundit, ndryshe nga që jemi mësuar të shikojmë në muajt që kemi lënë pas, trotuaret e parkimet e qytetit janë të imbushura nga automjetet. Jo vetëm bulevardi kryesor, që siç mund ta shkojmë edhe nga pamjet, është i imbushur nga parkimet, por edhe rrugët dytësore tashmë, e sidomos bëj fjalë për ato rrugë të cilat përfshihen në firmën private Tispark sa i përket menaxhimit të parkimeve. Ndërkohë që konflikti vazhdon sa i përket bashkisë edhe të kompanisë Tispark, qytetarët vijojnë të parkojnë automjetet e tyre përgjatë akseve të qytetit, ndërkohë ende asgjë nuk dihet se kur do të jetë dita që kjo kompani do të dalë në terren. Në një kohë që nuk dihet fati i parkimeve në qytet, e se deklaratat e palëve kanë qenë të kundërta, bizneset përgjatë parkimeve, që tashmë kanë paguar e rezervuar, kërkojnë rikthimin e kompanisë, ndërkohë që të tjerë qytetarë drejtues automjetesh jashtë kamerave shprehen entuziast që kompania nuk ka dalë në teren.